Kori i shkollës së mesme të muzikës në Gjakov interpretoi një këngë japonisht. Edhe këto dy nxënëse, Liza Sachiu dhe Dora Tarani, interpretuan diçka në japonisht. Krejt ky organizim u bën në shënimin e aktivitetit të ditës së kulturës japoneze, që si vjet u mbajt në Gjakov. Ky shënim i ditës kulturës japoneze gjithashtu do të nxjisë ngritjen e efikasitetit të përpjekjeve individuale dhe të përbashkëta që do të kontribuojnë në zhvillimin e vendit tonë. U vlerësua si një domosdoshmëri për të përcjellë në Kosovë informacionet e ekspertëve tanë që kanë qenë në Japoni në trajnimet e mbështetura nga qeveria japoneze dhe JICA në përqendra të ndryshme të Japonisë dhe nga fushat që janë pranuar në fushat të ndryshme. Në emër të kryetares së komunës së Gjakovës foli zëdhënësja e cila edhe i falenderoi organizatorët për këtë aktivitet. Ne shpresojmë që një aktivitet i tillë dhe një ngjarje e tillë të mbahet çdo vit dhe ne të japim kontributin tonë si komunë që bashkëpunimi mes këtyre dy popujve kosovar dhe japonez të forcohet gjithnjë më shumë. Kemi shumë arsye për të bashkëpunuar, u shpreh përfaqësuesja e kësaj organizate në Kosovë. On behalf of JICA Balkan Office, u bën 5 vjet nga fillimi i implementimit të programit të agjencionit japonez ndërkombëtar në Kosovë dhe aktivitetet nuk kanë munguar. Pas shumë trajnimeve që kemi organizuar, po mendojmë të shtojmë kapacitetet dhe në këtë formë edhe të ndihmojmë më shumë komunitetin e këtushëm. Ne ju ftojmë në bashkëpunim dhe besoj se arritjet do të shihen. Një nga ata që kanë pasur rastin të vizitojnë Japoninë dhe të përfitojnë trajnime ishte edhe Gëzim Xërza. Përmes përvojave të përfituara gjatë viziteve, konkretisht trajnimi që kam pas unë personalisht me kolegët tjerë në Japoni, trajnime profesionale kanë qenë, kemi arritë që t'i absorbojmë përvojat në Japoni dhe obligimi ynë apo mundësit tonë janë që ato përvojat të përfitume t'i bartëm të kolegët tanë. Nxënësit e shkollës fillore e Minduraku të Gjakovës u prezantuan me një valle e cila u prit mirë. Ndërsa në kuadër të shënimit të ditës së kulturës japoneze u shfaq një film dhe u prezantua natyra japoneze, ushqimi e aktivitetet e agjencionit japonez për bashkëpunim ndërkombëtar në Kosovë.